Si e trajton Imam Xhafer Sadiku këtë çështje kur mban qëndrim kritik ndaj besimit në qenin e tij vetëm një, sipas feve të tjera e pastaj të gjykojmë për atë që e përcakton më saktë konceptin e njëshmërisë së tij. Imami thotë: Zoti ynë i lavdishëm e i madhëruar ka pasur për herë dije si të qenies së tij, edhe sikur të mos kishte gjë për të ditur, shikim si të vetës së tij, dhe sikur të mos kishte gjë për të parë, dëgjim si të vetës së tij, edhe sikur të mos kishte gjë për të dëgjuar dhe pushtet si të vetës së tij, edhe sikur të mos kishte gjë nën pushtetin e tij. Kur ai krijon gjërat e erdhin në ekzistencë objekti i dijes, dija e tij u lidh me të diturën, dëgjimi i tij u lidh me të dëgjuarën, shikimi i tij u lidh me të shikuarën, e pushteti i tij u lidh me objektet e zotruara. Ky është besimi në të cilin janë të njëzëshëm të gjithë imamët e Ehli Bejtit. Kur ta keni kryer adhurimin, kujtojeni Zotin, qofshi në këmbë, ulur apo në brinj, por t'i thoni lutjet tuaja edhe kur t'jeni jashtë rrezikut.